Pra, ju jeni me probleme shëndetësore. Po, shumë të renda, bile, që nuk, dhe më thënë, nga më të renda, që s'kan shpëtim. Zgjodhet vini të votoni. Po do votojmë se duhet të përmbysim pa tjetër këta se na u bëm fëmija drogmene, pa pune, njëtën tjetër dhe po vuaj më sa s'ka ku të vej. Ja jam operuar edhe nuk ma ishin do tupin nga që nuk dinë si ta eqen e si ta venë, edhe presë që të vdes. Të vdes. Ju jeni me tumor? Jam me kancer në zonë e trashë dhe me edhe në mushkërit, edhe në mërqia manet. Cili është apeli? Apeli është, o popull, vini me në kokë, o popull. Se Shqipëria po mbaron. Shikoni një nene që qanë. Shikoni një nene që nuk kuroj dot. Shikoni një nene që vjen me pastun edhe unë e disa njëri gjysë me kam bërë që se kam as një qerekore. Vetëm për ta përmbysur këtë qeveri. Ju lutem, vini dorën në zemër. Dilni, mos keni frikë. E vlerësoni figurën e Zotit Berisha? E vlerësoj se po mos jetë Berisha nuk ky popull dhe mbaron. Ajo është idu. Për mua unë jam demokrate në mjetës. Edhe nuk kam bequr dorë. Gjithmonë për komisione kanë qenë. Po vetëm këtë radhën e fundit nuk isha se isha në gjendje shumë të rëndë. Edhe kështu që o Zotë. Faleminderit.